punëtorët e Bashkisë Islame të Kosovës, bazuar në legjislacionin aktual, nuk janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre, ndryshe nga zyrtarët publik, të cilët këtë deklarime bëjnë çdo vit. Kjo situatë ngre edhe më shumë dyshime se cila mund të ketë qenë arsyeja e fshehjes së pronësisë nga myftyi i Kosovës në Internava dhe sekretari aktual i BIK, Ahmet Sadriu. Madje duke qenë se të njëjtit janë punëtorë të Bashkisë Islame të Kosovës prej vitësh, sjellja e tyre ngre dyshime në lidhje me prerjen e paras. Për këtë betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje nga myftyu Tërnava. Mirëmëngjes, si jeni? Unë jam Alberta prej betimit për drejtësi. Po. Inderum veç deshta me të pyet për një pronë 4 hektarë në Lipjan. Po besoj që është me interes të juj me dhja përgjigje. Në anën tjetër, sekretari BIK vëllai i Mer Sadriut, Ahmet Sadriu, i kontaktuar përmes telefonit, i ka mohuar betimit për drejtësi informacionet, duke i quajtur dezinformata. Pas kësaj me njëherë ka mbyllur telefonin pa dhënë hapësirë për më shumë sqarime. Kjo, edhe pse ndaj tij po ngritej një dyshim i madh që mund të ketë konsumuar vepër penale. Përshëndetje, po flas me sekretarin e Bashkisë Islame Ahmet Sadriu. Po. Inderum jam Alberta Ashani, gazetare për emisionit Betimi për drejtësi, si jeni? Mirë, faleminderit. Po shpresoj që nuk po të pengoj vetëm thira me ju pyet në lidhje me parcelën 4 hektarë të cilën e keni pas në Lipjan, në drejtim të shtimës, kemi pranuar informacione se parcela ka qenë në emër të vllaut të juj Imerit, por në realitet pronar keni qenë një dhe myftyu Tërnava. Dezinformate janë kështu, jem takim të lutem. Po